Merrin çik avokatin se më kapën piranjat, urgjentisht. Prej vitesh piranjat janë përballur me njerëz që pretendojnë se kanë fuqi të ndryshojnë jetën. Magjistar, fallxhor, shëronjës e pseudobamirës, të cilët premtojnë të zgjidhin çdo problem të jetës, por që kanë vetëm një qëllim: të zhvasin. Recetat e tyre janë të ndryshme, por përfundimi shumë i ngjashëm, sidomos kur bëhet fjalë tek pagesa. Këtë herë fati na solli të njohim një astrologe, e cila në rrjetet sociale premton diçka që do ta kishte zili edhe vet ai lart. Ribashkimin e çifteve me një solucion magjik. Zonja në fjalë, në fakt nuk është e panjohur për shikuesit. Po shkoj te Elena, thotë, po bëj një parashikim, po të shikoj situatën, si do më eci, dhe në parashikimin unë jam 100% e saktë. Ajo quhet Elena Demollari dhe ka një aktivitet të regjistruar në QKB si astrologe. Elena është e licencuar, arsimuar, ka 20 vjet. Në rat punë ka vënë nga Zoti. Elenën e besoj më shumë se është person publik. Por përtej suksesit të jashtëzakonshëm në astrologji dhe vëmendjes së shtuar mediatike, kjo zonjë 45 vjeçare po eksperimenton edhe në lëngjet magjike, ndoshta e inspiruar nga Harry Potter. Sipas zonjës Elena, nëse partneri ju ka braktisur, nuk ka nevojë për komunikim, reflektim apo terapi çifti. Mjafton një lëng dashurie dhe një 500 euroshe. Në realitet, shëronjësja e zemrave nuk është se donte ta deklaronte këtë veti të lëngut magjik që kishte shpikur. Madje e pyetur në një studio televizive, e mohoi kategorikisht se merrej me magji të tilla. Kjo është bërë nga ChatGPT-ja, kjo është një gënjeshtër, një mashtrim. Deri më sot Elena Demollari nuk i ka shitur asnjëri solucion. Sidoqoftë, ne nuk është se ju besojmë të gjitha gjërave që thuhen përpara kamerave. Prandaj vendosëm ta kontaktojmë vetë astrologen e njohur, duke shprehur nevojën urgjente për një ribashkim në çift. Alo? Alo, përshëndetje, si je? Përshëndetje, Elena astrologji tarot, si je? Se kalove? Tash të kontaktoja njerë në lidhje me një problem që kam. Kam një problem me partnerin tim. Dyshoj që një person i tretë është futur në mes edhe shoh sikur ka një ftohje mes nesh. Të kuptoj. Po çfarë do, primitet? Ndoshta më mirë të takohemi ose se di si funksionon me ty. Jo, se bëjnë në anë të foto dhe privatësia angelit 100% sekret. Kam thënë për pagesën ty. Direkte në temë, ka nip zonja astrologe, do paguaj taksat. Nuk kemi folur ende asnjë lloj detaj. Atyre për afrimitet, procesi kushton 500 euro dhe parashikimin e përfiton pala. 500 euro për të rikthyer dashurinë e humbur. Në fakt, nuk është ndonjë shumë e madhe. Dynjaja shkrim pasurinë për dashurinë. Do t'jap një emër të bësh pagesën, do të çosh foto pagesën dhe do të lë një orar për parashikim. Ti do foton time dhe të djalit. Foton tënde dhe të personit në fjalë, dhe unë nuk bëj lexim me Kurani, nuk bëj lexim me pilë, rituale me qëri, në shkritje për lumbash. Ti çfarë bën? Punoj me gjeometri të shenjtë. E qartë që në nisje, zonja nuk është si sharlatanët e zakonshëm të TikTokut. Ka një tjetër nivel suksesi, me një metodë që na lidh direkt me atë. Punoj me gjeometri të shenjtë. Procesi i afrimitetit bëhet dashuri, artin, gjitha drejtimet, më kupton? Pasi na ka bindur për aftësitë e saj bashkuese, mendojmë të takojmë nga afër astrologe Elenën. Ndaj komunikojmë sërish me të për të lënë një takim. Nëse është e mundur, të mund të takohemi, sepse unë kam çik me merak ti nis lekët kështu dhe afrim. Kafe për qefe dhe. Okej, super. Me sa duket, përveç ribashkimit të çifteve, zonja ofron edhe konsultim sentimental në kafe, por në momentin që biseda zhvillohet nga afër, astrologja bën një kthes të papritur. Ne folëm pak bashk në telefon, të thash që kam një problem me partnerin që kemi disa vite bashk. Edhe shoh që ka ndryshuar totalisht sjelljen, më thej që kur folëm që me anë një solucioni unë mund t'ju bashkoj, më thej për pagesën. Gjëre, para se të bësh pagesën nuk të shëroj për punën. Po. Ai solucion nuk ekziston. Ai solucion nuk ekziston. Nuk ekziston? Nuk ekziston, dhe do të thotë Elena. Unë kam edhe për shkak të kundërshtarëve të mia, se kam pasur shumë ankesa për ribashkim. Andaj është mirë që të flasim nga afër, se vërtet ato 500 euro nuk e bëj vetëm, as për 500 euro, as për 1.000 euro, as për 2.000 euro, as për 3.000 euro, 5.000 euro, kurse ai solucion do të thonë ChatGPT. Pra një produkt që pak ditë më parë kushtonte 500 euro, papritur nuk ekziston. Në fakt, kjo tërheqje ka si shkak intervistën e bërë pak ditë përpara këtij takimi. Kjo është një gënjeshtër, një mashtrim. Në radhë parë unë atë e kam hedhur
për shkak të kundërshtarëve të mia. Dhe deri më sot Elena Demollari nuk i ka shitur asnjëri solucion ose për ribashkim. Po ti e ke postuar në rrjetet e tua? Unë kam postuar në rrjetet për shkak të kundërshtarëve të mia, se ka pasur shumë ankesa. Kjo ka qenë atë. Më kupton? Se një solucion ribashkimi nuk ka. Po ti mua më folën në telefon dhe më thënë që ka. Po ribashkimi janë gjëra spirituale. Ribashkimet janë me gjeometri të shenjtë, me lutje të shenjtë. Sot kemi ribashkim me gjeometri të shenjtë. Lëngu magjik ka mbaruar. Ti nuk je sikur që ribashkon çifte? Dgjoj, unë kam ribashkuar çiftin, po unë kam bashkëpunuar me personin. Në eksorcist italian, në ribashkuar çiftin na kam falenderuar. Ekzorcist që bashkojnë çiftet. Vetëm një mendje pjellore si e zonjës Elena mund ta asajoj. Për ata që nuk e din, ekzorcizmi është një praktikë ndjekur nga klerikët e Kishës Katolike për të larguar demonët nga trupi i një personi që pretendohet të jetë pushtuar nga djalli. Por me sa duket, astrologja jon këtë praktikë ka përshtatur në të mirë të raporteve romantike. Në çfarë forme ke bashkuar? Janë bërë në anë të fotove dhe privacion me numër 157. Si me anë të fotove, mund ma shpjegosh pak me detaj që ta di? Ribashkimi si e do? Si e do? Ribashkim, si janë ribashkimet? Shiko, ribashkimet nuk bëhen, bëhet me gjeometri të shenjtë, ose në anë të energji. Në anë të energji, se unë jam më shumë të energjia dhe më kupton sara. Nuk është puna se unë i kam bërë bashkuar 100%. Unë i kam mund thjesht një energji, mund të kem bërë një pastrim energjetik. Unë mund bëj një pastrim energjetik për të dy. Energji e shenjtë, pastrim energjetik janë koncepte spirituale që pavarësisht kontestimeve nuk kanë as pak lidhje me raportet e çifteve, aq më tepër në mundësinë e ribashkimit. Por kjo zonjë i përdor si karta për të mashtruar personat të cilët për një hall apo për një tjetër e kanë kontaktuar. Ndërsa ne po mundohemi të kuptojmë se deri ku arrin niveli i mashtrimit nga kjo pseudo bamirëse, befas ajo diçka ndryshon. Po di unë të ke kamera pas ke kamera. Kam ardhë se kam hallë, që di ka kamerës Ti ke ardhë, por nuk jam e sërbut për më vëmet buton. Këtu duhet të sqarojmë se një ditë para se të takoheshim me të, një faqe online publikoi foton e solucionit magjik që Elena kishte reklamuar për ribashkimet çiftesh. Nga ky moment, Elena vendos ta fshijë menjëherë foton nga profili i saj dhe të publikojë një sqarim për të larguar nga mashtrimi. Unë për momentin jam në një situatë të vështirë që unë kam frikë. Do të them që kam frikë. Nuk marr dot gjë për dorë. Po ashtu për shkak të atij solucioni që është rregull. Në këtë pikë të bisedës kuptojmë se zonja Elena ka nisur të dyshojë tek ne. Edhe pse duket që ka dëshirë të vazhdojë me ritualet e saj magjike, por për shkak të skandalit me solucionin thjesht nuk ka besim. Të kam thënë kështu, po e di të kam thënë kështu dhe janë gjëra spirituale që unë i marr nga një dyqan. Megjithatë, edhe pse thotë se lëngu magjik nuk ekziston, pak minuta më vonë ajo pranon se ekziston një version i tij. Qa lëngu, qa përmban? Është një ujë i pastër, është ujë i pastër. Pra, formula sekrete që supozohet të ribashkojë çiftet është uji i pastër i përzier me energjinë e zonjës Elena. Zemër kam frikë, drejt të kam drejt, për shkak kjo që më ndodhi nuk kam frikë, po ta them troç. Te kjo faqja me lëngje? Po jo, nuk janë lëngje këto, këto janë solucione spirituale. Pra, po qa ka në përbërje? Që ta di. Në ujë të pastër dhe kam përbërje gjëra që ja priviton njerëzit në anë të energjisë, ka të bëjë me energjinë. Se këtu janë gjëra spirituale, dhe unë marr gjëra spirituale, për shembull, ke nevojë për pastrim energjetik. E marr për pastrim për protection, për mbrojtje, më kupton? Po këto spiritualet janë magji? Jo, nuk janë magji. Po si arrin ta ndikosh fer? Jo. Këto janë thjesht për energji. Spiritualet nuk janë magji. Solucioni është love spell, këto për dashuri, për afrimitet. Dhe është edhe kjo tjetra. Po pra, po tani po mësua që ti ke frikë se të ka dalë kjo skandale. Po jo me skandale do tjetë, unë e kam këtoja, zemër, po unë s'kam bërë skandal. Pas paranojave të një pasnjëshme gjatë bisedës, duket se pseudoastrologja ka marrë guxim të tregojë më shumë rreth produkteve magjike me të cilat bën rritet e saj. Aq sa fillon të na sugjerojë edhe një lëng tjetër magjik me fuqi ribashkuese. Tuparosa është për afrimitetin që ti jesh më afërshme me dashurinë tënde. Dhe unë jam lidhur me këtë dyqan që i marr. A nuk është momenti që të japim fund këtyre ofertave shesharake të saj? Zoti vonon po nuk haron. Jam Avi, jam gazetare nga emisioni Piranjat. Po? Bashkë përpara se të dilet në media, kemi komunikuar dhe më keni thënë që unë bëj ribashkime me solucion, duke më dhënë dhe detaje për të ribashkime. Ju, bravo ju qoftë se unë ju denoncoj, ju çoj direkt në polici për shkak të kamerave të fshehta. Dhe në radhë të parë kjo nuk është e vërtetë, është përprishje e imazhit. Dhe nuk bëj asnjë bashkime, një. Ku i ke të drejtën ti të vish të më vash unë kamerë më? Nëse ju nuk bëni ribashkime, përse keni ardhur sot në
flasë me mua? Ke futur ti në kurt dhe unë të denoncoj që direkt në prokurori. Direkt në prokurori. Dakord, problemi është se kush nga ne duhet të shkoj. Nuk kam bërë asnjëri bashkime. Unë jam astrologe licencuar dhe s'kam bërë bashkime. Jeni Largo. regjistruar në QKB si Po, astrologe. astrologe, po. Ndërkohë që kontaktoni me njerëzit në telefon dhe ju thoni që Jo, e përmes keni shumë solucioneve gabim. magjike, unë mund t'ju Ori ribashkoj. nuk ribashkoj njeri dhe s'kam ribashkuar njeri. E keni shumë gabim. Do t'ju ecë në gjyq. Ribashkuar njerëz. Ori do t'ju ecë në gjyq për i Na largoni. jeni në gjyq, por nuk mund të mashtroni njerëzit. Ori nuk mashtroj njeri Po unë. mashtroni besimin e njerëzve. Ose unë e nderuar. Ke ngatruar adresë, nuk ngatroj njeri. Po i Kush ka shkruaj ande. premtuar ribashkimin e njerëzish? Me i ka të Mund të më më thoni kush ka premtuar ribashkimin e Zoj, njerëzish? nuk dua as të ofendoj as Keni të thënë që kërcënoj, do ju lutem, ribashkoni ju lutem. Keni thënë Nuk dua, stop, ju lutem. Duk bashkoj njeri keni ngatruar adresë. Do t'ju edhe në gjyq. Ik. Ori ik do t'ju çojnë në prokurori thash. Me mua je në gjyq. vazhdoni. Ti dhe ik do t'ju çojnë në prokurori. Keni kërkuar 500.000 lekë për të bashkuar një çift. Merrin çik avokatin se më kapën piranja, urgjentisht. Tani është momenti të largojmë fëmijët, sepse astrologja e licencuar dhe eftuar në 10 tëra studio televizive na shpalos një fjalor të denjë për pull të kuqe. O goc, shumë e suksesshëm. po ik moj pirdu tani, moj zoti mat me këta. Do vazhdoni ti mashtroni me njerëzit? Jo, Apo do keni marr frikë? policin direkt. Po Keni s'kam frikë frikë se më dolet në çarke. media? Po li del me plasë byta se dolan me ndaj. Nuk e frikë. Do vazhdoni ti mashtroni? Ori s'kam se mashtroj njerin, mos më ndiq. Moj mos më ndiq se s'mashtroj njeri. Duket normale t'ju kërkon njerëzve 500.000 lekë. Moj ti nëse Për të nuk bashkoj ribashkuar. njeri, ori kush je ti njerë, turp të kesh Po njerë. ju kush jeni që O, ju kërkon Sara, njerëzve 500.000 Sara, lekë? unë e kuptova Unë që jam ti je Sara, gazetare. Unë jam Mavi, jam gazetare nga Po mirë Edicionit shumë mirë, tani Tiranja. më fal, çamu ti do. Çamu ti, do t'ju Nuk edhe më një drejtoni gjyq, mua. do ju edhe një gjyq Sa kaq. që nuk mund t'ju them bravo të qoftë juve, Po ju me brave qofre puna që Sepse bëni. mashtroni njerëzit. Po nuk mashtroj njeri, po ik se juve këta ava keni. Çfarë sekreti keni që ribashkoni njerëz? Moj kam mund se ti ikni. Na thoni si Moj mos më ndish një mbrapa se do marr policin direkt. Procesi juaj. Sa para keni marrë deri më tani? Moj, Thoni ka që mundsi shifër. ti kush tani se s'dua mos të më prek. prek, nuk do të prek se s'do, ju në gjyq që përbutën tuaj. Ju rritojnë që dolët paparatot. Moj do ikësh. Dolët duar Moj poshtë. mos më ndiq. Mo vjen shumë keq për ju. Moj më që- ndiq. Ore mos më ndiq. Ore më ndiq. Shumë Ai keq. solucion, ta dish ti, vjen shumë dëgjoj. keq. Dëgjoj tani. Përse se keni më fshirë nga Instagrami atë solucion? Dëgjoj, e kam fshirë. Ai solucion Përse e ke fshirë? do ta mbyllësh të sqaroj gojën. Ai solucion e shet për shkak të konkurrencës, se kam pas shumë ankesa kaq. Nuk ekziston dhe nuk ka asnjë pas sa ke frov. Në telefon Ti, më the që më fal, ekziston. Më the lit që me ekziston. çfarë flasim në telefon unë, ty Se ç'të në duhet telefon ty? nuk ishit ju. Moj ti zon. Në telefon nuk ishit Moj vetja. ti zon, ka bën gabim se po mprish imazhin, do të hedhë në gjyq. Në telefon nuk Do ishit të ju. hedhë në gjyq. Ik tani Nuk më ishit lerat. vetvetja në telefon. Më Ik vjen tani- shumë keq për gjithë ato njerëz që kanë rënë prej mashtrimit Mik, tuaj. po, më Dhe për lerat, gjithë më ato lerat. para që kanë harxuar nga mashtrimet Ori, më tuaja. lerat, kaq Më po vjen them. shumë keq Më për ju. lerat, kaq Më po vjen them, do shumë ju keq hedhë në për ju. gjyq. Do ju edhe në gjyq. Mund të na hidhni. Faleminderit. Astrologjia e ka mbyll misionin e vet 2000 vjet më përpara dhe kushdo që e përdor është vetëm fuqi mashtruese, asgjë tjetër.